Këto përbëjnë më pak se 1% të ndërmarrjeve në Kosovë dhe këto janë ndërmarrjet më të mëdha e më të fuqishme në Kosovë. Po të kishim kuvendin e konstituuar, tashmë që një kohë ne do të këtonim zërrejn në raportim për këtë çështje. Ne menjëherë pas takimit të parë me bizneset me datën 22 maj 2025, jemi taktuar me furnizuesit të licencuar të energjisë elektrike së bashku me zyrën e regulatorit të energjisë. Gjatë këtij takimi, kemi kuptuar që një ndër arsyet kryesore pse disa prej tyre nuk kanë marrë pjesë aktivisht në treg, pra nuk kanë dhënë oferta, ka qenë pikërisht paqartësia se nëse procesi do të shtyhet përsëri, pasi që i njëjti proces është shtyr vit pas viti për 8 vite me radhë. Zyra regulatorit të energjisë në këtë takim i ka siguruar ata që bizneset të cilat i plotësojnë kriteret sipas ligjit do të dalin në treg të hapur në 1 qershor 2025. Në atë takim kanë qenë 2 kompani që janë aktive në rajon, 2 kompani përveç Keskos dhe Kekut, të cilat na kanë thënë që janë të gatshme që të japin oferta qysh atë ditë. Nga zërrejnë në takimin e djeshëm të radhës që kishim me bizneset dhe Odat, zërrejnë na njoftoi që nga ai takim janë shtuar edhe 2 kompani të licencuara, duke shtuar numrin total të kompanive të licencuara për furnizim në 21, dhe nga këto, tek ZRE, 6 prej tyre kanë deklaruar se janë aktive dhe 5 prej tyre kanë deklaruar se tashmë u kanë dhënë oferta disa bizneseve, e disa edhe kanë nënshkruar kontrata me disa biznese. Uroj që Oda Ekonomike e Kosovës ta ketë përcjellur ftesën e akorduar dje për takimin e sotëm. Në takimin e djeshëm, Kryeministri i Republikës Kosovës për herë të dytë i siguroi bizneset që Qeveria e Republikës së Kosovës do të qëndrojë pranë në secilin hap dhe veçanërisht prodhuesve. Si përgjigje ndaj angazhimit dhe zotimit tonë konstruktiv për të gjetur zgjidhjet optimale për bizneset, Oda Ekonomike duket se kishte një paraplan. Me njëherë pas takimit të djeshëm dhe pas zotimit të kryeministrit që qeveria do të qëndrojë pranë bizneseve, në media e pamë që përfaqësues të Odës Ekonomike të Kosovës paralajmëruan bllokim të rrugëve magjistrale të Prishtinës. Si është e mundur që dikush që kërkon tranzicion dhe kohë nga ana e institucioneve të vetmin opsion pa paralajmërim ka bllokimin e rrugëve paradite e sabotimin e përpjekjeve të sinqerta të institucioneve për ndihmë të bizneseve pasdite. Ne kemi dëgjuar se bizneset kanë presion nga Oda Ekonomike e Kosovës për të mos marrë pjesë në takime, për të mos nënshkruar oferta me furnizues dhe për të dalur me protesta. Nga ana tjetër edhe disa furnizues kanë thënë se hezitojnë të vinë në takimin e sotëm për shkak se nuk ndjehen mirë në një pozitë të tillë, që në fakt është një dezinformat që ka qarkulluar, edhe në çarqe politike, edhe në çarqe të biznesit, edhe të medjeve. Nuk është e saktë që Kesko do ta blejë energjinë me 30 euro dhe do ta shes në treg të lirë. Kesko, në kuadër të kontratës së privatizimit, e blen energjinë nga Keku për konsumatorët që janë në treg të rregulluar. Keku Tepricat i shet në treg për të gjithët dhe të gjithë furnizuesit tregtarët kanë qasje në këtë energji shtesë. Në fakt, pikërisht duke dalur kompanitë në treg, lirohen disa prej këtyre kapaciteteve të Kekut që duhet i jepen Keskos, ato dalin në treg, shiten në treg ku të gjithë kanë qasje në to, dhe pikërisht në këtë mënyrë rritet konkurenca në treg. Prej 1 janarit të vitit 2024, qytetarët e Republikës së Kosovës nuk e paguajnë asnjë cent për furnizimin në komunat veriore. Sa i përket çmimit, mënyrës se si formohet çmimi tek furnizuesi atje, dallimi qëndron tek fakti që është vetëm një furnizues që ofron me çmime të rregulluara, që ofron shërbimin universal. Ky furnizues është Kesko. Furnizuesit e tjerë, çmimet e tyre i përcaktojnë në bazë të tregut, po mund të kenë edhe subvencione
Kjo është çështje e tyre. Qytetarët që furnizohen nga Kesko, që është furnizuesi i vetëm që ka licencën për shërbim universal, përfitojnë nga energjia e Kekut, të tjerët nuk përfitojnë përveç nëse e blejnë në treg, ndërsa nga energjia që vjen nga burimet vendore nga burimet e ripërtreshme të energjisë, të erës solare e hidro, këto sipas ligjit janë të obliguar t'i blejnë në mënyrë proporcionale të gjithë furnizuesit.